الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje, më të dashurit të Allahut ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i plotfuqishëm në Kur'anin famadh urdhëron e thotë: o ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtar të nderuar, Zoti i Madhërisëm në surën Ali Imran na mëson një dua të mrekullueshme. Një dua për cilën jemi jashtëzakonisht nevojshëm, e që është Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Zoti ynë, mos i devijo zemrat tona pasi që i ke udhëzuar ato. Ky argument tregon se ka devijim pas udhëzimit. Pra, ekziston mundësia që një besimtar apo një besimtare të devijoj pas udhëzimit. Dhe ashtu siç ka shkaqe që të çojnë drejt udhëzimit, ka shkaqe që të çojnë edhe drejt devijimit. Andaj unë do të mundohem që t'i përmend disa prej shkaqeve kryesore të devijimit. Për arsye se në akhiri zaman paraqiten shumë sekte, shumë ideologji, shumë joshje materiale që bëjnë që besimtarja apo besimtarja të bie prej e tyre në qoftë se nuk ka bazë të shëndosh fetare. Në qoftë se nuk ka njohuri spaku elementare rreth shkaqeve të devijimit, por edhe rreth shkaqeve të udhëzimit. Shkaku kryesor i devijimit të njeriu, respektivisht i devijimit të besimtarit, është ignoranca, mungesa e dijes, sepse thelbi i Islamit është dituria. E gjithë feja islame është ndërtuar dhe qëndron mbi dituri. Prandaj është e vetmja fe e pandryshuar, sepse thelbi i saj është i pandryshuar. Nuri i saj, dija e saj është e pandryshuar. Allahu thot: fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka Zot që meriton të adhurohet përpos Allahut. Pra fillimisht na tregon që për me njoftë Allahun, për me ditë çish me adhuru Allahun, do të pas dituri. Do të më mësu, do të më njoftë Zotin e gjithësisë. Dhe për këtë arsye shpallja e parë që ka zbrit është ikra, lexo, mëso dhe studio. Nga se pa lexim, pa mësim dhe pa studim nuk ka mundësi që të përvetsojmë dituri. As për qenien hyjnore, për qenien më të rëndësishme për Allahun, e as për qenjet më të rëndësishme njerëzore pas tij, siç janë pejgamberët, dietarët, të devotshmët e kështu me radhë. Vetëm përmes diturisë ngritemi dhe zhvillohemi. Mungesa e diturisë bëri që të dalë sekti i parë në historinë islame, ai i Khawarijve. Pse kanë dalë ata? Për shkak se s'kan pas dituri. Ata i kanë marrë ajetet, i kanë nxjerrë prej kontekstit. I kanë gjykuar muslimanët me tekfir, i kanë bërë muslimanë qafira, emocionalisht. Kjo ka ndodhur si pasojë e ignorancës tyre. Edhe sot, për arsye se rinia jonë dhe ummeti jonë përgjithësi nuk jipet pas leximit, pas studimit, pas marrjes së diturisë së pastër, është ekspozuar përballë armiqve të shumë, sidomos përmes rrjeteve sociale. Sa dietari i pa autorizuar jep fetva. Sa dietari i pa autorizuar, jo që nuk zgjidh problem, po shton problem, jo që nuk pajton, por ndan e përçan, jo që nuk ndërton, por shkatron.
Gjitha këto ndodhin për shkak se nuk kanë themel diturie. E themeli i diturisë ndërtohet ashtu siç ndërtohet një ndërtesë e fortë, një fortifikat. Kur shkon edhe mëson tek dietare, shkon edhe mëson tek hoxha, ulesh, sikur se janë ul sahabët, sikur se po bëni ju, sikur se bëjnë rinia që vinë dhe prezantojnë derset tona për çdo javë, sepse kështu përfitohet dituria. Krahas dëgjimit është edhe leximi. Edhe leximin duhet ta bëjmë duke i referuar dietarëve, duke marrë këshilla prej tyre, duke marrë propozime prej tyre, sepse sot botohet çfarë botohet. Prandaj kur ti ke referencë dietarin, kur ti ke referencë trashëgimtarin e pejgamberit Zotit, sepse kështu i ka thujt Allahu përmes Muhamedit alayhis salam, ka thonë el ulama warathatul anbiya, dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Atë ti nuk do të dështosh. Do të joshesh, do të rrezikohesh, do të sulmohesh, do të ekspozohesh përballë shumë rreziqeve të mundshme, por do të jesh i mbrojtur sepse je i kapur për litarin e Allahut përmes njohësve të këtij litari, përmes dietarëve. Peshkaqeve të radhës që e devijon njeriu pas udhëzimit është edhe pasimi i epsheve. Kur njeriu ja përmbush epshit vet gjitha kërkesat, gjitha dëshirat. Në qoftë se e paraprim epshin, dëshirën tonë personale, para përgjegjësive që i kemi, atëherë do të dështojmë, do të devijojmë. E fara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa, a e ke pa atë që për Zot e merr epshin e vet? Pra pas ka njerëz që për Zot e marrin epshin. Me vetdije apo pa vetdije, me qëllim apo pa qëllim. Ka njerëz që epshin e tyre e kanë Zot. Atje ku i drejton epshi, atje shkojnë. Çdo gjë që ua kërkon epshi e realizojnë. More, a është haram, as është haram, nuk është me rëndësi për ta. A dëmton, a nuk dëmton, nuk ju bën përshtypje. Me rëndësi është unë me e kënaq epshin tim. Kjo është me rëndësi për ata. E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith madhështor, nuk ka besuar askush prej jush si duhet, derisa nuk përputhet epshi i tij me atë që unë kam sjellur, pra me shpalljen time. Derisa nuk barazohet epshi yt me shpalljen e Allahut, derisa epshi yt nuk kënaqet me atë që thot Zoti, por kënaqet me atë që ti ke dëshirë, atëherë nuk je musliman si duhet. Nuk e ke imanin e plot. Por kur epshi ynë vazhdimisht kërkon atë që Allahu është i kënaqur me ne, qoftë përballë haramit apo përballë halalit. Kur ne dëshirat tona, pasionat tona i peshojmë në peshorën kuranore dhe pejgamberike, atëherë do të dëshmojmë se kemi iman të sinqert, sepse kështu veprojnë të sinqertët. Shikoni sot se çfarë veprohet në ummet në përgjithësi, edhe në shoqërinë tonë. Çdo gjë që servohet, lakmohet. Sidomos rinia jonë, çdo gjë që rinia sonë u paraqitet, u servohet, ata më njëherë marrin si të mirëqen. Ata më njëherë ndikohen. Pse? I japin përparësi epshit para argumentit. Epshit individual, personal, para argumentit fetar. Peshkaqeve tjera është edhe shoqëria e keqe. Nuk ka ndikim më të madh se sa shoqëria e keqe në tokë. Jetën e kësaj bote, ndikimi më i madh vije prej shoqërisë me të cilën ne shoqërohemi. Prandaj Allahu tregon se në ditën e gjykimit, kur do dalin dhe me dhënë llogari gjithë njerëzit, e specifikon një sekuencë ku janë disa njerëz që do të ndihen të mjeruar dhe këtë do ta shprehin publikisht para Allahut për mjerimin e madh. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, Allahu thot ditën kur zullumçari që i ka bërë vetë zullum me kufër, me mohim, me shirk, me idhujtari, me gjuna të mëdha, kështu me radhë, do t'i kafshoj duart e tij. Edhe do të thot ja lejteni ittakhadhtu ma ar-rasuli sabila, sikur ta kisha ndjekur rrugën e pejgamberit, rrugën e të dërguarit të Allahut. Ja wejlata, mirë për mu, lejteni lem attakhidh fulanan khalila, sikur të mos e kisha marrë për shok ngusht filanin. Laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Ai më devijoi prej përmendjes së Allahut. Përmendja e Allahut ta jetë është feja e Allahut. Ai më devijoi prej rrugës së Allahut, prej islamit, prej fesë së Allahut. Pasi që më erdhi ajo, unë e pash, unë njoha me të, e kuptova, por e refuzova për shkak të shokut keq apo të shoqës keqe. Për këtë arsye pejgamberi Allah thot: "El mar'u ala dini khalilihi", njeriu është në fenë e shokut të tij. "Falyanzur ahadukum man yukhalil", andaj le të shikoj mirë se cili për ju se kë po merr për shok. Shikoj, nuk ka thonë në fenë e babës, as në fenë e nanës, po ka thonë në fenë e shokut. A ka lidhje më të afërt se sa me nanën e babës? S'ka. Por për shkak se ndikimi me shokun është shumë më i madh se sa me nanën e me babën. Ne dim raste që gjatë gjithë jetës prind kanë punuar me udhëzu, me arsimu, me eduku,
në nivelet më të larta të mundshme. Për një moment kanë ndryshuar fëmijë. Pse? Shoku i keq, apo shoqja e keqe. Por kemi edhe të tillë që nuk kanë pas prind kujdesshëm, s'kan punuar me ta, ndoshta edhe kanë punuar për me nxjerr për rrugës së Allahut. Por shoku i mirë, shoqëria e mirë, ka bërë që me u ndiku dhe me u kthy në rrugën e Allahut. Pra, kaq fuqishëm ndikon shoqëria në jetën tona. Unë po mjaftohem me përmendjen e këtyre 3 shkaqeve të devijimit pas udhëzimit për të vazhduar inshallah javën e ardhshme. Lutim Allahun e Madhërisëm që zemrat tona t'i përforcoj në udhëzim, zemrat tona t'i përforcoj me iman të plot, që të na mbrojë nga devijimi pas udhëzimit, që t'i kuptojmë këto shkaqe dhe t'i realizojmë ato në jetën tonë, me dituri, me shoqërim të mirë dhe me mbrojtje nga pasionet dhe epshet tona të përdala. Ruana Zot dhe lut Allahun e Madhërisëm që ai të jetë i kënaqur me fjalët dhe veprat tona. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.